Hello, nga dita tjetër. Erdhëm te piscina. S'ka vend fare për ne. Është një vap që nuk di se si t'ja shpjegoj dhe gjela në ascensor. Okej, dole. Sutrama. Nuk e dija që kisha, shikon fjape. Nuk e dija që kisha kartë. Nuk e dija që kisha kartë me vete. Dhe nuk mund të futesh në ascensor. Do të thënë të shkosh te kati që do, nëse nuk e kartë. I pastrojnë këtu. I pastrojnë të dhoma jonë, kështu që... Ua, ku jam? Ka marrë në vendin e gabuar. Ua, si u mbasun ku jam vetëm. Nuk jam këtej. E zoti madh. Ga jam unë tani. Jam këtej, e zoti madh. Zot gjithmonë më mbas. Okej, gjitha vendin se ku du të shkoj tani. Plasa. Nuk është fare ide mirë. Nëse bën një udhëtim në periudhën që i keni ciklin. Kam që them. Se futesh do t'as në det, as në piscinë, në as një vend. Plasa. Deri tani kam edituar, të paktën mbarova me videon, kështu që shikoni videon nëse se keni parë. Videon, vlogun e parë do me thënë këtu në Malta. Eli po bëhet gati. Doni po flegjum. Nuk flegjum, se tani erdha. Kujtova se s'kisha kartë dhe po dridhesha në ascensor, thash ngeca. I ka me kam. Zbrita poshtë edhe erdha me kam. Po ti pse s'më thej që ma le mua kartën? Unë tani u kujtova për kartën. Bravo. E se erdha tani të bëjmë gati të dalim, se vajti ora 2:30 dhe ne s'kemi bërë asgjë. Asgjë. Kemi ngrënë vetëm gjesin, unë kam edituar, detëm pak të bishin këta tjera të futën, unë nuk u futa fare, kështu që tani... Do futem. Jo, për të futur s'futem dot, se ç'të bëjmë. Nuk futem dot, po hajt. Do bëjmë gati të paktën që dalim. Gjysma ditës na ka ikë kot. Vërtet kot. Vajti ora 4 dhe ne akoma s'kemi dalë nga hoteli. Të paktën nuk mund të themi që sot jemi lodhur fare. Por Gjesi ishte shumë kot. Ne vajtëm vonë, në fakt. Dhe kemi ngrënë shumë shpejt, nuk arritëm të marrim gjëra që do shta të shijonim tamam. Plus që e di çfarë bënin këtu. Nuk hidhnin krip. Po, e vore re në ti, e? Po, ishin gjitha pa krip. Kështu që duhet të gjejmë një vend hajre të ham tani. Po shkojmë të ham njëra ato pankekat japoneze. Po, ato me zi që të provoj. Janë fluffy. S'kam ngrënë asnjërin ato. Asu s'kam bërë në njerë. Shne që s'kemi parë ngreqi nga ato, s'ka shans mos të ketë. Duhet të ketë, po. Bajeve të këtu. Më tha Eli, do më bësh pak onde vetëm të pjesa mbrapa se i bej parë vetë, tha. Dhe se si përfundova t'ja bëj gjitha, nuk e di. Jemi gati, u bërëm gati t'ikim. Na ka marrë oria tani. Do shkëm mirë të ham ato që ju thamë. Cilat? Ato! Po, ishte nga japoneze. Jo, nuk është larkë. Do shkojmë të ham ato pankek japoneze Agile dhe pastaj do shkojmë të ham tamam. Kishte harruar syzet, vajti e mori, ascensori iku. Hep mam, hep. Fix për ball paska sushi all you can eat. Vediamo quando è molto. Doja t'i vidja recetën, po nuk arrita.
Do më thuash në kohën e internetit jetojmë, kështu që mund ta gjesh në kollaj, po. Jam kurioze tani ta provoj Eli, si fillon ku vetë. Kam Eli si duket. Është e mirë, po s'po kuptoj se ç'a është. Po ç'a është? Normal se ti s'di se ç'a është, se o don. Këto është e keqja. Oh, Se ka me pesto. qa është ajo? Është me Nuk dua. pa e pak. Haja, gjele. E ke zeshme. Na se I pëlqen tezës. Po po edhe ti mirë. Jo, nuk duam. Në shiet. Veç pa mirë pasta këta. Të shohim tani se pam që ka një restorant grek këtu, të shohim se çka ka. Lasëm vape. Hajde. Po është diello do një, a ikim dot nga ana tjetër. Po të shkojmë ndër. Mirë, hajde, hajde. Kemi ardhur për xhiro, po është super vap. Ja shifje edhe këtë. Nuk e di kohë të fundit, o nuk e durojmë do të vapën, o sti. Se në çdo video ju ankojmë për vapën. Tani. Po, për këtu më tha Ina që ka lokale të mira. Restorante të mira, domethënë. Unë nisëm për të ëndër e përfunduam në Spar. Për të lëruj. Lëri si qatë të gimi. Mos kujtoni se ven atje bëjnë foto dhe ikin. Kupton, dhe me ham jashtë e bëjnë. Na japësh një darkë atje. Atje do të ham. Nuk besoj që kemi ardhur të hameduar. Kemi ardhur që të bëhemi zhul tani, vajtë ma... S'kemi bërë edhe një outfit check paktën të tregonim rrobat. Okej, ky udhëtim nuk është fare për veshje, siç kuptohet. Ka ma gele, ka përse. Shake edhe këtë. Se di që do bëhemi. Ja, gele, kishe ek dhe bluzën, tani do zhytemi në ushqim. E kam bërë dhe në familë shok. Po dhun të vë, normal. Të gjithë të vë, Emili, atë. Se di si do bëhemi. Agile, vë për parsën. This is Bruce Lee. We go. Okay, so as I mentioned, oh my god, I look great. I look great, you know, but not like this. This is like a part of it. That logo is very important, you know? Yes, of course. Perfect. Get ready for the main event. Julian, okay, this one is very special. You will not believe. Call this birthday chapo. Okay? Okay. A little bit of finishing tomato sauce here. Just this time. A bit of dropping from our Duan roll. Everybody use the gloves. Crack it till and enjoy. Welcome to Jungle. Agile, vendi preferuar për ty, e?
Sa po ikëm, të them të drejtën nuk është se kam ngren, vetëm Agilo dhe Eli hengri, edhe Doni. Ajo salca, jo shumë, Doni nuk hengri shumë. Nuk e di po ajo salca si kur më velte dhe nuk është se më pëlqeu shumë. Dhe qa noti veti Agile? 8. 8? Ja, ashtu Ky 8? Ky gati sengri dhe tavolinën. Ti mos falti. Po, Ti mos falti. po, ti Doni qa noti veti? Unë i bë një 8. Një 8. Po ti Eli? Nuk se më pëlqevi fort, kupton. Po hajde që ajo ideja kupton që i hedhi shoja. Në gjithë Ajo ideja nuk diqa e është veçantë, shumë. kupton, e veçantë. Veçantë hash me dorashka, do t'i hedh edhe unë ty një ditë atje në shtëpi, kështu mbi tavolinë. T'jap edhe dorashka, Edhe ha. edhe ha, fiks. Nëse. Ne bërëm një provë ato që Po, tash. po, okej. Ca, Babi insistoi më shumë për të ky lokali. po, si kishte dalë disa herë në TikTok edhe thoshte, haj shkojmë ta provojmë. Vetëm që pash Agilo njerë të haj kaq shumë në pushime. Ska marrë frim tash, i është më shmbitur atje. Tani në pushime, unë asnjëherë nuk e kam parë Agilon të haj aq shumë sa që ngri sot. Po, Asnjëherë, në asnjë. po i vend me pëlqen, i pushime. pëlqen ai stifa ashtu. Një incident të vogël Në të këtu. hëngër. Ha? Në të hëngër. Imagjinoni, kishte frikë se ambaron të Agelo. Pa jam atë kishte. Agelo kishte halë se ambaroj e ti, e? Edhe u qa me gafore. E si jo, atë era. Ta shof njerë. Shite. Prek po. Biz. Ua, po, që të pre. O Doni, një si kjo dua unë. Po. Kur thot në gjambo. O, po ne duam vetëm të shmëritet që. Ullëm këtu në një lokal, Eli mori tiramisu, edhe kola, unë mora koktejl, Eli tiramisu, Doni mori birë, edhe Agilo koktejl. Mori birë me ngjyrë. Jo, është koktejl. Po pse o gjenda? Futu mam, futu. Sa më jetë flesk. Pak e jarë këtu. Kemi bërë në një mask, por ideja është se o kam unë surrat shumë të madh. O zoti madh, e kam të vogël, me pak fjalë, shikoni. Buste e Elit janë jashtë, sytë e Elit janë jashtë. Po dhe ti jashtë Unë me si hap sytë nuk e shef. Nuk e shef që gojën në shisme në kam bërë. Më pëlqen këtu si është një. O, zot, shifë si e kam. Jo. Pra dhe zbesi këto maska, unë. është herë e parë që e vendosa dhe e sigurt herë e fundit. Po Ke marrë nga 4 copë. Më duket një torturë e vërtet. Ashtë sa i morë Dhe mama, vesh, ma këtë më rifik që pëshi jo. Se kam surrat të madhë. Hello, mirë mëngjesi, jemi në ditën e tretë këtu në Malta. Është herët, në zjuar herët, do shkëm pa mëngjesi. Edhe pastaj do nisemi për tek fshati Popaj. Do bëjmë në plazh atje.
Ja flyet. Nisëm ne. Sapo erdhëm. E di që ju kam lot duke them vazhdimisht, por është shumë vap. Të kote tjeli në kokë, shumë vap. Shumë vap. S'kam vënë as krem dielli, se shpejt u bëm gati që t'iknim. Munduam që të vinim shpejt se që mos ketë shumë njerëz. Thanë vajzat e Nuatrave, ikni sa më shpejt. Ideja është se edhe pse erdhëm shpejt ka shumë njerëz. Këta gjetën një vend të ullën, po të ullën më dhe unë. Njerëzit teli kanë marrë gjera me vete për ngrenë, ne s'na shkoj mendja. Asgjë s'kemi marrë, si gjithmonë të përgatitur. S'na shkoj mendja, ka thënë patatin kishim marrë. Asgjë. Mos më zhgënje! Kaloj parë! Para kalo mo! Mos më zhgënjet tash. Ish sa cute. Mos më zhgënje Eli. Toni dhe Elit mos më zhgënjeni që të gjeni vendin e parë atje të shazllonet. You can follow the entertainment program in the back of your map. Shiko ku shkuan ata. Kemi arruar të marrim peshqira. Bravo, super. Që nga shumë lezetshëm gjithsesi. Un maravilloso día con nosotros, aquí en Pompeii Village, Malta. Buongiorno. Che siate bambini o bambini nel cuore, figurati. Vi auguriamo una giornata meravigliosa. Edhe të rregullosh dëmët këtu dëm. Do t'i them Nestit që ke ndruar dentist. Po, nisja Nestit. Nesti, ja, shiko. Të tradhtoj. Erdhi këtu. Popeye Village është një fshat magjik i ndërtuar si seti origjinal i filmit Popeye me Robbie Williams në vitin 1980. Sot është një nga vendet më ikonike të Maltës. Këtu kishte aktivitete të ndryshme si animation shows dhe shfaqje me personazhet e Popeye. Këtu mund të merrje pjesë dhe në një eksperiencë të vogël filmimi. Kishte lojra tradicionale prej druri për familje, pastaj normal dhe muzeu i Popeye dhe ekspozita për filmin dhe personazhet. Interesante është që fshati fillimisht u ndërtua vetëm për filmin, por u ruajt dhe më vonë dhe u bë një atraksion i përhershëm. Fshati ka 20 ndërtesa. Për ndërtimin e fshatit janë përdorur kryesisht dru dhe materiale të lehta dhe krijuan shtëpi, rrugicat dhe ambientet që shfaqen në film. Dhe pas përfundimit të xhirimeve seti nuk u çmontua. Dhe normal sot mund të hysh në shtëpitë e personazheve dhe të shohësh dekorimet origjinale. Pra ky vend nuk është thjesht një Popeye Village për fëmijë, është një pjesë e historisë së kinemas që është kthyer në një nga vendet më karakteristike të Maltës. The village dance. Thank you. And Donald Moffat as the taxman. Një po ikim, porositëm dhe taksin. Taksia që erdhëm në mori 60 euro. Taksia që do ikim kërkon 30 euro. Qa, se gjendote? Se ikën direkt. është me kështu free limited time.
Quelle lì, più qua. E gjetët? Che 5 euro volte le mando tanto. Nuk po gjim taksin tani. Okej, e gjetëm. Trapun mes. Sa i poshtër jenë. Që shkosh mbrapa? Kush unë? Jo. Kemi shkuti mbrapa, babi. Po ne që jemi të lagën, a që këtë tani? Ne erdhëm në hotel, u lam, u shplam, u veshëm, u rëkuron dhe po dalim. Është sëri, ose bukur ishte sot atje. Këta nuk arritëm ta shikojnë shumë, se këta janë knaq në det dhe nuk është se kanë parë shumë gjëra tek shtëpit atje. S'pat shumë gjëra ju elu, vetëm tek kinemaja e fut brenda atje. Po. E Se kur e pash historinë tu e pash si shkolla mirë. Donin t'losnin këta atje të ato rëshqicit në det. Po që kam qesh me lot atje. Ju mori malli të gjoni mua duke ju thënë që është shumë vap. Edhe mbazita është shumë vap. Do shkojmë tani të pyesim për skaf ose traget ose çfarë do që tjetë që të bëjmë nesër atë turin të Blue Lagoon. E kemi shumë afër këtu hotelit, kështu që do shkojmë të pyesim atje dhe nëse nuk gjejmë atje do ta mbyllim te hoteli. Kemi vënë disa herë dhe nuk kemi gjetur atë personin që rri aty, që mbyll këto ture, domethënë. Araba! Sa Meli? Shumë lëviz. Sa u kutme, Ke frikë? rëzoll e majni, në mline. Që sa shpejti. O Eli, pse bën kështu ki hyp te Burj Khalifa në katin e 150 kat. Po sigurisht që ti do baj, nuk të e pas kifën tjetër, ke seriozisht. 152 kat. Nuk ka ndodhur gjë këtu në Malta që 32 kat ç'a janë, akoma edhe në Tiranë ke 32 kat. Më duket. Apo s'ka? Ka. Dhe bora, alë të trema si sigmi. Otra de mia. Edhe për mangër. Pistachio. Padella, burrata and pistachio. Mi ardhë ky lokal I famshëm që është rooftop edhe shikon gjithë Maltën. Nuk është shumë I pastër, vetëm këtu. Dhe shikoni pak sa bukur duket. Di sallar ti mo tëç. Ka bukur është Eli. Po ikim tani, ishte shumë bukur, ka muzikë. Next customer. Nice.
Erdhëm në fund në hotel, kemi marrë disa gjëra për të ngrënë sepse atje që ishim ato gjërat ishin vetëm për bukurisë, hashi. Më thënë, Angelo i Henry, po haj. Kemi blerë disa gjëra që do ja tregoj tani sa të futemi në dhomë. Do në ato dyja burgera. Me pule dua, me pul. Një sekond. Cilë dëmë Që tregoj tani se... Po një morala një so, një dua në ato. Atëherë, bleu doni tek Levi's. Kjo është shumë e bukur. Këtë kapelen këtu. Dhe këtë kapelen këtu. Këtë da përdor dhe unë ndonjëherë, pëlqeu shumë. Leu 2 kapele, do një fiksimi, i ka fiksim një kapele, kështu që $1 e ka plot me kapele, jo a kam treguar edhe në një vlog, dhe unë bleva te Calcedonia një kostum, plazhi, që kam kërkuar në Korfuz, më pëlqeu shumë se kishte Joana, po nuk gjeta, dhe pastaj pash dhe në Malzi, gjeta vetëm këtë sipër dhe nuk gjeta poshtë, këtu në një dyqan që pam para disa ditëve në një Calcedonia tjetër, të njëjtën gjë, gjeta vetëm poshtë dhe nuk e gjeta sipër, kurse tani i gjeta të dyja. Janë shumë të bukura, janë kështu të verdha me këte shumë të bukura. Nuk i kam provuar, por besoj se mbej. Tjetër dhe si qa tjetër morë në market. Ja, shikoni se qa kam marrë tani këtu. Sa duiqa, sa të vajti fatura këtyreve? 20 euro. 20 euro. Për sanduiqa. Kjo është video për sot, Angels, që jemi në video në radhës, mos harroni të bëni like, subscribe, komentoni çfarë doni. Bye!